Tani ta shohim edhe interiorin. Është që në fillim, kjo është me pedan, që është pak e lartë. Këtë tapiserin e ka këtë kafen e errët shumë e bukur. Rimeso karboni, sinilit elektrike, këte janë pas standarde, gjitha janë pas elektrike. Edhe me memorie, shumë tapiceri e bukur, shumë ngjyrë e bukur. Kjo është me bokse Harman Kardon, ka pas edhe me Bang & Olufsen. Timoni është me Alcantara këtu, nga që është versioni S, standard që s'ka pas Alcantara. Normal me start stop, let's go. Timoni me G me flat këtu rraf shposht. Normal plusat, minusat, kilometrazhi shko deri në 320. Tashi, pjesa që e le pak mrapa, këtë gjenerat GLS, është pjesa interiorit. Është shumë makinë e bukur, i ka gjitha të mirat, për ka pak si të vjetërsum. Më thonë, periudhën që kjo ka dalë, kompanitë e tjera Audi, BMW-ja, kanë pas modelet e reja të interiorit, edhe vetë Benzi. Kjo e kalon pak si Mazdores. Jo s'ka në gjotë keq, unë më shumë i preferoj me butona se me nejt me touch, po shumica njerëzve duan një makinë më të avancume nga ana teknologjie, kështu mos kur pagu ka shumë lek. Po pjesa tjetër e bukur është me qepje komplet, shumë e pastër, sedilet ka edhe dinamike, shumë të mira. Tavani është Alcantara. Këtu pastaj kena këto kontrollerat, edhe me touch këtu lart, edhe me rrotullën këtu. Këtu pastaj ke individual comfort, sport plus edhe për bor. Traction control sport plus për amortizimin, për të ngritur makinën, edhe për ta vu kamën marshe, ndrimin marshe manual.